Postimi I radhës, kur e duam dikë, mundohemi të bëjmë të çmos që ta ruajmë. E me që themi se e duam Allahun, apo bëjmë të çmos për Allahun? Këtë tajna e dua Allahun. Po. E kam përzgjedhur një hadith pejgamberit alayhis salam, Sallallahu alaihi wasallam, po. transmetuar prej Imam Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush I ka tre cilësi, do ta shijoj ëmbëlsinë e imamit. Allahu dhe pejgamberi I tij të jenë më të dashur se sa çdo kush tjetër. Mos ta doj dikë tjetër për asgjë tjetër, vetëm se për hir të Allahut, edhe të urej të largohet prej islamit, do të thonë prej kufrit, ashtu siç uren të jenë në xhenem. Tre gjëra shumë në anësim. E para, do të thonë me desht Allahun edhe pejgamberin e Allahut, më shumë se gjithçka tjetër. Po, e tash çka duhet më bën? Çka duhet më bën? Po shumë është një matematike thjesht. Banu musliman. Çka kaq? Mjafton të ishte musliman. E që tash shka në kupton musliman. Këtë e dim shka është më ka musliman. Jo musliman registrim. Ja, të mush edhe hindu mu registruar. Po, do. Ai regjistri I popullatës gjithë shka përmban. Po, do. Po të jesh musliman. Muslimani nuk e mashtron muslimanin. Nuk e rrejnë muslimanin. Nuk janë gullë thikën në shpina muslimanit. Nuk e tradhton. Muslimani I vërtet është ai që nuk ja zë derën për më me dal Këshis, me vetur. Me vetur për në kam, as me karroc fëmijëve, as me kolic fëmijëve, nana së në nxjerr bebën e vet, për shkak se ja ka zonë, këshia ja ka zonë. S'ku më ardhune, pete plastikat, e të lagja arben Beromi, me ta zonë t'i derën. Jo, ka që i këshia jëtë. Në thonë, ti jesh musliman, kime desh të Allahun, kime desh pejgamberin selam. Se ti, tamam, kemi falë 5 vakë namaz. Për namaz, nuk diskutohet. Kur jemi të namazin, kur së më thëmë, unë e falë në vallaj edhe jam më I miri. Namazi është më shumë se me marë frim. Po të kastim, me frim. Më shumë se qaq është namazi. Pa frim jetoj, pa namazin jetoj. Kjo është më konë ajo parola jonë. Po unë e maj Ramazan. Tamam. Që ka thonë Allah? Agjerimja për mu, edhe unë e shpërbli për ta. Po jap zeqat. Jap zeqat. Shumë mirë të vepru. Në haqë jam konë, mirë. Krejt në regu. 5 shtyllat e islamit I kesh qitë në vena, po. Allah Jezus sunë Allahit. Lebes. Ti më të shira. Ku sheti, I kisha shpije kiti. Çfarë kerit kesh kiti? Qërën shka kam? Bullizëm. Në qëmon. E në qëmon, vlavin ta musliman. E mashtron. Pse nuk blen agimi, për shembull, oriz në bazar, vjen fjala. Oriz. Që pezon orizin, se shkon të e blen në bazar orizin, ta shet 150 denar. Shkon të kiperi, e blen 80 denar. Shumë e vërtet, kjo është shumë temë e mirë. Vazhdo. Po, Mashtrim. Sa I ki patligjonat të kuq, po foli. Po foli, do motet. Po. Thot, 80 denari kam. Tamam, unë jam tip që nuk I zgjeri. Po. Bitë pazar, jo. Market, po. Nuk I zgjeri. Edhe unë gjështu, po. Po, s'kam. I tam zgjedhni. Amo, sa është mimi 80 denar? Ki sa 50. Po, unë për 50 e du qatë parin që ma kemë qitë. Po, dhe? Jo, ato gërdhonjat poshtë. Po, dhe, mësë më mashtro. Po, ku të shkojsh të shpija? Ti ka është I gërdhonjat. Mashallah. Nësa s'ka bereqet. Po, në shkollë, ja ka ndalu fëmijëve qërtimin. Ja, zguzon mësëmënësin me qërtu fëmijë. Pse? Shkoj unë e thonë, ma ke prek gjallina. Po, dhe. Hajtë mush me dalë tipi pjobori shkollës. Kërcnime, se. Kërcnime. Muslimani e banë këtë se banë. Se mësusi son të edukon fëmijën. Ti vetë e edukon. Mësusi ta mëson. Po, dhe.
shkallësitë e mësimit, disa shkallësitë jetës që të shpia s'munësh se ti nuk je i kualifikuar për ta. Mirë po, edukatën, moralin. Ku të pos mia që i dallon disa gjona, e çon te hoxha ose te hoxhonica. Do gjona të cilat ti s'munësh me mësu si prind. Se në asat do që i dim rregullat e Islamit, ndoshta për shkak mungesës përvojës pedagogjike, s'muna na fëmijës tonë edhe një lif me mësua. Po, da. Po, e qëm edhe të hoxha, që të mësue bazave, po edhe të shkolla. Mirë po, hoxhës me shku minit për mi thonë, hoxha, mësa mësa këta, mësoj ata, jo. Lema, e Hoxha vetë. ka programin e vetë. Po, da ka program. Është e thirë, mësusi e ka programin e vetë. Po, gjitha këto janë që aty në qëto raportet tona, qish më ka musliman? Ti jesh musliman. Ti jesh musliman, prapë po kthena të ajo plaga që kina të Gazës edhe të Palestinës, që ti ta kish dert, ta kish breng për umetin, për musliman, kudo që janë. Po. Na për momentin jemi të përqendruar te Gaza, mi po sa Gaza tjera ka që na nuk i dim. Tash frikon me dikan në bisedojsha, e moj me në vitin 99, do foto qarkullojshin në për disa gazetat të hershme, po dhe në televizion, ky shteti që është bregu i Fildisht, Slonova Koska, shka i thoi, po? Didier Drogba, futbolisti. Ato vite, edhe pse shumica e popullatës janë musliman, por udhëhiqen ose nga musliman të larm, ose nga jo musliman. Atë Apartheid, po. Atë kohë, unë kom po foto trupat e muslimanve si ku drumë të celo që shqipalojnë kështu. Po. Një trup që madh me musliman. Subhanallah. Po, edhe benzinin për mi. Ti kallë. Po, ti kallë, po. Qësi raste na nuk dim plot. Ki plot, po. Ka plot në botë që nuk i dim. S'kan vëmendje më Po djallë. s'kan vëmendje, nuk kanë lobi. Edhe lobi është më rëndësishme pas. Se pa lobi kur gjo. Shumë vërtet. E tashti, na e dim që lobi sionisave është më i fortë se lobi i palestinezëve. Mirë, po çështja palestineze është në tavolinë Kombeve të Bashkuara që 80 vjet. Nuk është diçka e re. Po. Por sensibilizimi e qartë. që është bo tash nuk është bo kur, bile shtetë evropiana ka plot që ndoshta bo sebeb edhe kjo çështje edhe mos po vetëdijsohen, edhe pse unë nuk u besoj aty në kufarëve kur hiç, se ata vetëm për intereset veta njohin për shembull Palestinën si shtet, e Izraelin nuk e njohin për interesat veta. Qatë moment që interesit i vjen aty në ku duhet, qatë moment edhe e jetë njohër. Po. Po, qatë prapë këthena, në thonë, kur thu që e du Allahun, edhe e du pejgamberin e selam, ti krahas aty obligime bazë që i ki, pas cilat është pyetje islamit, janë 1 milion detyrime tjera që për më konë muslimani mirë, për me shpreh dashnin ndaj Allahut. Që shumë mirë kina me thjeshtëzu. Po. Se dhe njerë duhet me i thjeshtëzu gjonat, a une jam gjithmonë këtë më xhallar, kam qef kështu. Po. Mi i thjeshtëzu. Shumë mirë e thove. A e do Allahun? Po, atëre bënë musliman. Qish mu bo musliman për pos që i dim, mos i ashit pat legjonat e këqia ti. Të në shembu të thjesht, po me kuptu njëri më mirë. Mos me shit ti mu ato pat legjonat e kalpta mu, e thu vetit musliman. Merë atë kalptin foge, mos me shit të kalpta. Ja shit me qështu të zhigicit, ja i. Qash.